shohim që dinamika e konsolidimit edhe koha po bie po e zën njëra tjetrën e ende nga gjetjet e kaluara që ti konsolidojmë institucionet, një hap shumë elementar, të cilën partia që e ka shumicën nuk po arrin që ta siguroj shumicën në kuvend, edhe për krye parlamentar, po edhe për të themeluar institucionet e tjera. Kjo tregon që partia më e madhe nuk po ka dëshirë që ta dorëzoj as fuqinë ekzekutive, ndërkohë që është duke i ushtruar njëkohësisht të dy funksionet. Kjo është një pengmarrje ndaj institucioneve të Kosovës, me një kosto tepër të lartë për qytetarët e Kosovës edhe për vetë Kosovën. Duhet mos me harru që në këtë moment kur po flasim, çmimet janë rritur, inflacioni është rritur, jeta dhe vështirësitë për çdo familje kosovare janë rritur. Edhe ne kemi një mungesë të shtetit për t'i dalë ndihmë qytetarit Kosovës. Shumë reforma, shumë intervenime qeveria do të mund t'i bënte edhe t'u lehtësonte qytetarëve. Paga do të mund të rriteshin. Shumë çka do të mund të bëhen në këtë kohë sa ne po flasim. Por kur kemi një parti fituese që nuk arrin me siguru një shumicë të thjeshtë brenda kuvendit, kjo flet shumë për gjendjen në cilën jemi dhe ka një kosto shumë të lartë për qytetarët dhe vërtet na vjen keq. Edhe jo përgjegjësi për votimin në konstituimit të kuvendit pas Okej, të bojmë edhe në atë. A keni edhe jo përgjegjësi për të dalur nga ky ngjarje politik, sepse shohim që gjithmonë akuzat shkojnë në drejtim të partisë në pushtet. Ne shohim që edhe lëvizja dhe vendosje ka bërë thirrje në fakt për takime, por që kanë rezultuar pa ndonjë epilog pozitiv për të dalur nga kjo situatë. Kushtetuta e Kosovës i ndan përgjegjësitë në bazë të peshës së votave dhe partia e parë duhet ta siguroj shumicën, duhet ta gjejë formulën se si ta siguroj shumicën. Dhe këtu ne jemi për përfaqësim politik, përfaqësim edhe ideologjik, edhe të mbajtjes së premtimeve. Ne domethënë jemi përfaqësues të një grupi të qytetarëve në bazë të programeve që i kemi prezantuar dhe kemi marrë besim që të vim që ato ide i përfaqësojmë brenda kuvendit Kosovës. Tani, sikur LDK-ja, ne jemi me një program që kemi përfaqësu, ja u kemi prezantuar qytetarëve dhe kemi marrë legitimitet për atë pjesë. Dhe jemi shumë të qartë në qëndrimet tona. Normalisht që për çdo dialog edhe atëherë kur kemi refuzuar, kemi dhënë opsionet tona, që kaq është fuqia jonë politike, kaq